Sektori i blegtorisë, një ndër sektorët kyç në Bashkinë Maliq, ka marrë një hovë zhvillimi vitet e fundit. Kjo tregohet nga shtrimi i numrit të krerëve që mbashtohen. Gjithë kjo larmi shtrirje territoriale dhe kjo fushë bujqësore kanë një bazë të mirë për zhvillimin e blegtorisë. Sigurisht në Bashkinë e Maliqit janë rreth 40.000 krerë të imta të leshta, janë rreth 5.000 të dhirta, pra dhi, janë rreth 8.000 gjellë. Ka një rritje të interesit të blegtorëve nga viti në vit dhe më shumë po përqendrohen, sidomos gjedhi, po përqendrohet në duart e disa fermerëve, duke rritur numrin e krerëve dhe shërbimin dhe kujdesin ndaj tyre. Dule Llari thos se blegtorët që janë dedikuar këtij sektori, po sigurojnë të ardhurat të kënaqshme ndikuar nga dy faktorë. Blegtoria pra është në ditën më të mira e para, sepse shitja e prodhimeve e mishit dhe qumshit janë në çmimet më të larta që nuk kanë qenë vitet të tjera. E dyta, sigurisht që i favorizon shumë blegtorët. Çmimet e tagjirave, e bazës ushqimore, kanë qenë shumë të ulta. Për fermerët që i prodhojnë, mbase s'kanë qenë shumë të kënaqshme, por për blegtorët kanë qenë çmime shumë favorizuese. Rritja e investimeve në ferma blegtorale dhe modernizimi i tyre ka bërë që përveç rritjes së prodhimtarisë të rritet dhe cilësia e prodhimeve të tyre. Qarku i Korçës është një vend blegtoral ku ka mbi 180 ferma që mbashtojnë mbi 10 krerë gjedh për prodhim qumshti dhe mishi, ndërsa sa u takon baktive të imta janë mbi 200 ferma që mbashtojnë mbi 100 krerë kafsh.